në hyrje të fjalës time, që i vetë institucion vendas që ka reaguar dhe ju falenderova ishte Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Por nuk mund të rrit pa thënë edhe bashkëpunimin shumë të mirë dhe angazhimin e drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në çdo rast kur prokuror të prokurorisë së posaçme apo dhe qytetar apo dhe hetues të prokurorisë së posaçme, hetues të Byros Kombëtare të Hetimit kanë qenë objekt kërcënimi apo kanosje nga krimi i organizuar. Edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë, përmes antarëve që ka në komision, ka qenë i angazhuar maksimalisht në adresimin e këtyre rasteve, të cilët gjithmonë më tepër të raste po bëhen më të shumta dhe më shqetësuese. Por për ta përmbledhur, sidomos me ndryshimet e dhjetorit të vitit 2024, dhjetorit 2023, për prokurorët e prokurorisë së posaçme është siguruar një mbrojtje më e mirë fizike dhe sa të vonanës praktike, thash dua të vlerësoj bashkëpunimin dhe kontributin e policisë së shtetit, pasi deri tani ka marrë gjithë masat e duhura në mbrojtjen e prokurorëve dhe të familjarët e tyre, ku ka qenë rasti që edhe familjarët ka qenë të ekspozuar ndaj rreziqeve të krimit, ndaj krimit organizuar. Po, avokat, kemi ndeshur e para si e lexove këto raportim Dumanit sot në KLP dhe nisur nga këto deklarata për sa i përket kërcënimeve që kanë pasur e tjerë. A është, ideja është që nëse ti si kryeprokuror çfarë mendon se do të kesh pasi kryen punën tënde? Sigurisht do kesh kërcënime, sigurisht do kesh shantazhe, sigurisht do kesh presion. A është normale të referohen në këtë mënyrë, se nuk di që prokuror përpara se të vinin këta të SPAK-u nuk i kanë pasur këto presione dhe këto shantazhe? E the mirë, që do të thotë domethënë që do të parë ose në kontekstin e një show mediatik, sepse unë nuk e di domethënë se kujt po i ankohet në rastin konkret zoti Dumani, sepse ne kemi zgjedhur në raportim, nuk ankohet. Për atë punë është si e shoh unë, pastaj raportimi për punën e tij. Unë nuk e di se kujt i ankohet, sepse ne kemi zgjedhur që të ankojmë ne si qytetar tek institucioni që ai drejton, jo të ankohet ai së ku. E para, sepse ai ka ligjin përpara, dhe nëse ai është kërcënuar nga cili do, ka drejtën e Zotit, domethënë që të ngrej direkt akuzën dhe ta çojë në gjykat. Nëse ne jemi detyruar që të bëjmë kallëzim kur kemi një kërcënim nga XYZ qytetarë të tjerë, persona të tjerë, të bëjmë kallëzim te SPAK-u apo te prokuroria, ai nuk ka nevojë fare, se është vetë Zoti, vetë prokuroria le të themi në rastin konkret. Kështu që ose është show për të treguar që shiko, ne për shkak se po bëjmë punën tonë tani po kërcënohemi bla 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 historia të këtij tipi, që s'ka vend, domethënë për diskutim, ose pastaj mbrapa vërtet mund të ketë pasur herë kërcënime, ai mund t'i çojë kërcënime edhe ato që ka thënë për një muaj rresht për shembull Erion Veliej në statuset e tij në Facebook apo në mediat të paguara nga Erion Veliej. Por në fund të ditës unë nuk pash në asnjë rast, domethënë që prokuroria qoftë në atë rast apo qoftë në raste të tjera, të ketë ngritur domethënë në akuzë reale në lidhje me intimidim, kërcënim, ndërhyrje nga organe të ndryshme në raport me punën e prokurorisë apo të gjykatës. Pra, sot në raportimin e tij më shumë pash një Altin Dumani në rolin e një analisti apo gazetari, sesa një Altin Dumani në rolin e një kryeprokurori të SPAK-ut në rastin konkret, po them edhe një herë tjetër. Altin Dumani ose prokurorët që janë sot në SPAK e din shumë mirë që në ditën kur janë zgjedhur se do kenë kërcënime, intimidime. Madje për ata nuk duhet të jetë fare problem kjo, se është rutinë e punës tyre. Ata aty, kjo është normale për ata. Domethënë duhet të jetë normale. Për ne është anormale. Për ne si qytetarë është totalisht anormale. Për ata po. Po është pjesë e natyrshmërisë. Tani mos më thuaj ti mua që Falconën, po e marr si shembull, apo Borsellinën apo prokurorët e tjerë të antimafjas në Itali apo qoftë në Amerikë. Po duhesh ti
ku kryeprokurori domethënë pati kërcënime mediatike nga Donald Trump, nga presidenti Trump në mënyrë të vijueshme gjatë periudhës kohore, domethënë të cilët në kohën që Trumpi ishte në akuza, 86 akuza, jo 1, 2, 3, 86. Çfarë do bënte? Pra puna e prokurorit, atë që dua të them është, puna e prokurorit është pikërisht kjo. Dhe unë nuk e shoh me vend që Altin Dumani apo cili do, qoftë zoti Çela nga prokurori i përgjithshëm, të dalin edhe qoftë mediatikisht mo. Nuk ka asnjë ndonjë lloj arsyetimi logjik për mendimin tim që thotë shikose ne na kanë kërcënuar. Kujt po i thua? Të kanë kërcënuar po çojnë ndjekje penale. Të bëri shantazh në thonjza Erion Velia me mediat e tija për 1 muaj rresht, 10 shkurt ditë mars, po s'pa ashtu domethënë që të kenë çuar në ke parasysh ndjekje në le të themi akuzë të re në raport me Erion Velia apo me cili do gjë tjetër. Pra, për mendimin tim, gjithë raportimi, le të themi, më duk më shumë një lloj show mediatik sesa realisht një raportim i një institucioni si kundër është Spaku. I vuri nuk po them qokën, po falenderojmë policinë e shtetit dhe KLP-n. S'ke nevojë fare të falenderosh, secili bën detyrën e vet. Ty nuk jemi për qoka, as për me shpenda medalje, flet lavdrimi. Sikush nga institucionet është i detyruar me ligj që të bëj punën e vet. Faleminderit se bëre punën tënde. Po. Rezart, si e lexove këtë raportin e Dumanit? Lexoj si raportim, për mua është një raportim, drejtuesi i prokurorisë së posaçme shkoi dhe paraqiti atë që është pamja ose gjendja e një viti pune në vitin 2024 para KLP-s. Nuk e shikoj në një gjë të jashtëzakonshme, është një gjë në gjykimin tim është gjë rutinë. Ato që u thanë janë gjitha ngjarjet ndodhura, gjithë gjërat që të cilat ne i kemi patur parasysh i kemi jetuar në vetë. Po dhe i kemi diskutuar këtë raportin e 2024 se kemi diskutuar. Në këtë pikë nuk mendoj që fakti që zoti Dumani del dhe relaton ekzistencën e personave apo kërcënimeve është sjell në risi në diskursin publik. Unë nuk e shikoj si në ardhi që ai nuk duhet ta bëjë këtë gjë. Për sa kohë një raportim është një gjë më së normale. Nëse do të shkëputej veçmas çështja e le të themi deklarimit të kërcënimeve ose presioneve, do të trajtohej veçmas nga gjithë pjesa tjetër e raportimit dhe për këtë do të kishte një ankesë veçantë Spakut apo do të adresohej si një çështje në vetë e cila cënonte punën e Spakut, atëherë po do të ishim një kushte që do ta gjykohet jo të vlefshme këtë si kërcënim. Për sa kohë? Atë pse e tha? Është brenda një raport më në s'ka raport. Më ka kërcënuar nuk është raport. Raport vjetor. Në raportin vjetor ai ka përfshirë ato që janë çështje që ai mendon që duhet të trajtohen publikisht. Më tash çështje, ai po thoshte do të isha shumë dakord me ty nëse ne do të jetonim në Norvegji apo një nga këto vende të tjera. Ligji është një lloj apo? Po ligji është kur është ligji një lloj, do duhet që ata që e shkelin ligjin mos ta shkelin ligjin, edhe çështja mos diskutohej fare. Fakti që ka njerëz që pretendojnë të bëjnë presione publike, private, nga politika apo nga krimi organizuar tregon që ka një. Po çfarë sill Orezi? Çfarë sill kjo? Asgjë mos u tregon. Atë pse e thua? Këtë po të. Fali në ndërgjithësim, thonë ne këtu kemi qenë dëshmitar, fakti që gjëja ka ndodhur. Dhe ne dytë paktën kemi diskutuar që gjëja ka ndodhur. Shumë pse se çovi kjo ndjekje penale? Po ndoshta i vlerëson që nuk është në ekstremitetet e ndjekjes penale. Atë mos e thuaj Orbuk. Mos bëj viktimën, këtë dua di. Po dëgjoj, ai do bëj atëherë dëgjoj një sekondë, se këtu është gjithmonë çështë PR-i ngelet kjo historia. Fakti po nuk është për PR, aty PR-i e tij, se ti kërkon vota, ai kërkon vota. Edhe ai është për PR aty më zotë. Po nuk kërkon vota Orezi, ti kërkon vota, më vjen keq tani. Dëgjoj një sekondë. Në Shqipëri gjithçka që bëjmë është PR, në fund ditës. Okej, në rregull. Pastaj kemi kaluar, domethënë, kemi kaluar në një standard krejt tjetër, kemi mbyllur gjitha hallet poshtë dhe tani ti bën çik PR vetes. Atëherë mos i trajtoj gjërat bardhëzi. Po nuk jam po se bardhëzi to, me që zgjidhen gjithë to poshta që nuk bëjnë dot osive. Po ti the jashtë çështi PR-i, ai nuk ka dalë për PR, ai s'ka nevojë për PR. Po ai s'ka nevojë për PR, po ai do të demonstrojë që ka bërë punë të mirë, tash në fund ditës sa dona njeriu të vazhdojë të ketë karrierë në sistem. To thotë zotrit dashur, un kam bërë një punë shumë të mirë. Punët e mira me vepra më zotrit, bëj një punë shumë mirë që e çoi Erion Velia në burg, të bëj punë të tjera siç i kanë ngelur pa i bërë me Berlin, me Hollandë me të tjerë. Ka çështje. Po pra, kjo është punë e mirë. Por vepra duhet atje nuk i nevojiten dekoratat. As fletë lavdërimi. Nëse ka nevojë për fletë lavdërimi, hajde të bëjmë neve, ca dhe t'ja japim. Nuk është çështje dekoratës,
nuk është as çështje fletëdrimi. Por një njeri punën që bën duhet të reklamoj dhe kushtet të cilat është bërë puna. Po është institucion publik ai, nuk është institucion privat. Po të gjithë institucion publik janë ty të del çdo ministri dhe çdo kryeminist dhe çdo është politik, mos e ngatro. Po kush është politika kërkon vota, ai nuk kërkon vota. Drejtori çfarë themon ti, ujësillës kanalizime është post politik? Po jo, politik. Është post politik ose politik është post administrativ. Jo, bursa s'ka lidhje post. Po çfarë këtu dalin të tërë na reklamojnë që pastrojnë plerat e qytetit, po zotërit. Nuk është politik kjo, është funksion. Administrativ dhe të gjithë bëjnë dhe dalin dhe ta shesin ty ditën për diell. Unë e kuptoj që del kryetari i bashkisë dhe shet që të bolli pemo. Po tash nuk mund dalin dhe fshesa të gjithë, po punojmë ne. Edhe ky funksion o zotërit. Dhe ky të barazohet me këta. Nuk po ta barazoj. Nuk po ta barazoj se dëgjoj, kush është diferenca? Diferenca është ky zotëria nuk doli një ditë bukur në media dhe tha, "O çuna na kanë kërcënuar, kemi hall të madh." Doli një raportim që është raportim zyrtar në KLP. Tash ai KLP ka organe pror. Nëse ke organi pror, ai nuk tregon kush është shqetësimet që ka ai, ku dia thot tjetër. Okej. Se nuk do vinë në televizor dhe thotë ju, zotëri dashur, Nardi më kanë kërcënuar. Doli në një raportim që është raportim zyrtar, doli në KLP-ja është organi që ka dy organe, dy njerëz që dëgjojnë Altin Dumanin. KLP-ja dhe Parlamenti Shqiptar. A ka bëj një pyetje këtu sepse morë zjarr. Jo, mos mora zjarr. Jo, shumë mirë. Okej, një pyetje. Ky doli te KLP-ja, që e ka organe pror. Shumë rregull. Dhe tha, ne kemi pasur tha kërcënime, fjalë për fjalë, tha kështu po. Dhe madje shkoi më tej, tha, gjithsesi tha mos e vrisni mendjen, kështu po e them në mënyrë paksa. Çfarë do thotë ne nuk duam ndihmën tuaj. Po, madje edhe familjarët ta përballojmë vetë. Edhe familjarët e prokurorëve i kemi të mbrojtur. Po, sepse ne të dy e dim fare mirë që atyre njerëzve është bërë depresion mbi familjen. Okej, pra, po dëgjoj. Dhe kjo nuk është politik, pasi kjo është kriminal. Dëgjoj pyetjen. Dëgjoj pyetjen. Tani, në momentin kur ky zotëria apo cili do prokuror thot, unë jam kërcënuar, unë nuk e pranoj dot nga një prokuror që të thotë unë jam kërcënuar dhe ky prokuror nuk ka hapur precedent penal për kërcënimin. Këtë nuk e pranoj dot. Këtë fakti që nuk ka precedent. Këtë unë mund ta pranoj nga cili do nga net katë mund ta pranoj. Është zgjedhja jon. Kurse atyre nuk e pranoj dot. Në familje the Rezar. Po është kërcënuar. Ne dim në me fakti që ka kërcënuar një nga familjet e prokurorëve aty. Është kërcënuar nga krimi organizuar, nuk është kërcënuar nga politika. Dhe nuk ka hapur çështje penale për këtë. Këtë nuk e dim. Po ta kishte thënë pra. Po fakti që se thotë nuk do të thotë që nuk e di. Dëgjoj. Dhe unë nuk e bëja këtë debat me ty. Ti e prezumon këtë gjë. Po dha e prezumoj, pa ai më hodhi mua si ta në lumta dhe në të katër si punë budallimi vetë ta kapi. Atëherë ai bëri një deklamim, dhe ti nga deklamimi i tij, nga retorika e tij publike, arritën ku përfundimi që nuk ka një regjistrim të veprave penale. Ne të dy nuk e dim këtë gjë. Po ose duhet ta kishte thënë ai. Po pse do ta thotë avokat? Ora do ta thosh. Bën viktimën. Viktimën e bëj kur them që çuna po më kërcënoi, nuk po bëj dot punën time. Kur unë them që më kërcënuar, po unë punën time vazhdoj ta bëj, nuk është më viktim. Po pse është viktim? Po fiks pra, sepse nga njëra anë ti tregon domethënë që unë se vras mendje dhe nga ana tjetër shikoj se mua po më kërcënojnë. Kurse unë ndryshe natyrë arsyetoj që kjo është pro force, që unë edhe kur më kërcënojnë vlla do vazhdoj ta bëj punën time njësoj. Okej, në rregull. Tash është interpretimi. Interpretimi im është dhe mbyll këtu. Interpretimi im është shumë i thjeshtë. Në qoftë se i pari spakut apo të gjithë spakistët aty, apo edhe prokurorët e tjerë fillojnë të ankohen në thonjza se ata ndihen të intimiduar, të kërcënuar, vaj me det për shqiptarët. Interpretimi im është më i thjeshtë. Ky është mendimi im. Ky është një lloj. Po mi, ky është mendimi im. Derisa Nardi po thotë që nuk ka një hetim të hapur, nuk ka një dosje për sa i bëhet. Le të më thotë Nardi mua, cili person në Shqipëri nuk kërcënohet në momentin që mban një funksion publik. Të gjithë. Atëherë jemi të gjithë sënushëm të kërcënushëm. Shumë. Neve gjithmonë njerëzit apo ata të cilët zgjedhin që të jenë anën e gabuar, zgjedhin të djekin atë rrugën e paligjshmërisë, edhe policën e rrugë e kërcënojnë, edhe drejtorin e policisë. Këdo e kërcënojnë. Edhe unë besoj që është normale të kërcënohet Altin Dumani. Po, atëherë mos veprimi pajtohet me ty Altin Dumani ndaj personave që ne nuk e dim, të cilët e kanë kërcënuar, apo prokurorët e tjerë, kjo nuk më duket normale. Ndërsa sot, raportimi i Altin Dumanit duhet të shohim dhe audiencën që ishte aty. Nuk ishte një audiencë normale. Ishte një audiencë me ata të cilët e financojnë spakun. Kishte të huaj pashun aty. Sepse kishte zyrtar të lartë. Po, patjetër, pra, raportim tha ai. Është komplet raportimi vjetor i punës 2004. Është fiks PR atëherë. Po s'ka lidhje me PR, më ka detyrim ligjor të raportojë më natë, çfarë çku do PR këtu. Po nisem tek ajo që sapo the pak më parë, që the, edhe ata
Domethënë po flet për ata vesh që duan të dëgjojnë. Ata vesh që duan të dëgjojnë ishin dhe ata tjerë aty. Ai është duke dhënë mesazh natyre, zotrinj, mos kujtoni që puna që bëjmë ne është aq e lehtë. Ju duhet të kuptoni që ne punojmë në një terren shqiptar. Ky është PR-i. Merr kërcënime të vazhdueshme. Ky është PR-i që ai po mundohet të bëjë ndaj atyre të familjen tonë. Ai është duke dhënë llogari atyre që paguajnë më, pronarëve të vërtet spakut. Është duke thënë zotrinj, neve vërtet jemi punojësit tuaj. Por shikoni, më shtoni çik vëmendje ndaj nesh, se nuk e kemi të lehtë përballë me këtë dinozaurët shqiptar. Po them që është e gabuar kjo Almer. Po themi të njëjtën gjë vetëm se ti ke qef ta thuash me fjalët e tua. Po them edhe një herë, jam dakord. Por ama në vetvete kjo. Po çfarë është PR-i këtu në këtë? Po PR pra, ose po është PR ose po ankohet. Ore, e di. Tani në të dyja raste për mendimin tim është e gabuar. O do dekorata thot avokati ose po ikhet si ka një gjë se. Po s'ka, më thuaj njërin aty. Shikoj çfarë ndodh. Një nga prokurorët që është shumë i rëndësishëm. Ata, më thënë, burime flasën që është Altin Dumani. Unë nuk e di, nuk e them dot me saktësi se jemi në publik, por është kërcënuar me vajzën e tij vëlla. Një pjesë e bandave i ka në një qytet të Europës, i ka fotografuar vajzën e ka nisë atij. Që neve të gjuromojmë dhe fëmijën. Po diçka thotë, ne fëmia me temperaturë i bëhet dikujt çmendet, po jo të nisi një bos i krimit të organizuar të nisi vajzën me foto. Pra e çorienton, më e nxjerr nga binarët, pra ja prish komplet situatën e normalitetin e jetës tij. Se nuk ka një si sot avokati. Këtu jam dakord vetëm pra po them kjo. Ore këta çfarë bëjnë këto njerëz kur kërcënojnë këtë mënyrë? Vetëm një përgjigje vetë kësaj që the, është e rëndësishme kjo që sapo the. Është shumë e rëndësishme kjo që sapo the. Por ama jo për të bërë, domethënë, as viktimën, as edhe një lloj eufemizmi apo emocioni të tepruar në raport me atë gjë. Po më është, ajo është njerëzore. Është super shqetësuese për çdo njeri, domethënë normal. Për çdo familjar, sikur jemi ne apo sikur janë edhe ata. Problemi që ndodh këtu, që ata e kanë zgjedhur punën ata. Ata e kanë ditur shumë mirë se çfarë është puna e tyre. Falcone dhe Borsellino e kishin zgjedhur punën ata. Jo, më ka një gjë. Okej, shiko, nuk po them unë që fëmia im është më i mirë se sa fëmia e tyre. Më i dëmshëm apo më pak i dëmshëm. Unë mendoj që ata kanë dy kundërshtar të fortë. Në lidhje me këtë betejën e familjarëve të tyre që përmendi sot, që po të qëndrojmë në këtë temë. Ata kanë kundërshtar në radhë parë vijnë e parë krimi organizuar dhe vijnë e dytë që është suporti i krimit të organizuar politikën. Po pse se kishte Borsellino dhe atje kishte mafjen e ka pasur Italia apo Shqipëria apo se për na çuditë. E kishin favor politikën ata nuk. Ata kishin favor politikën. Prandaj në 10 vite Borsellino në çon dhe Falcone në çon një në Rom, një në Capaci, një në Palermo, një në derisa ata në fund fare mbyllën me sukses të proces. Nuk e mbyllën, nuk arritën dot ta mbyllin. Po dakor pra. Tani si vranë nuk i mbyllën dot. Shiko ç'a ndodh. Unë e logjikoj në këtë mënyrë që Altin Dumani apo çdo kusht tjetër i cili ndihet i shqetësuar për jetën e familjarëve të tij, ka të gjithë drejtën e vet ta shprehë në publik, edhe shqiptarët kuptojnë që këta përballen me vështirësi. Mua ajo që më tremb është që duhet të shqetësojmë ne të gjithë, kush guxon të kërcënoj këta? Kush janë personat që kërcënojnë Altin Dumanin? Kush janë këta që i gjejnë kaq guxim dhe kanë kaq besim vetveten e tyre dhe kush i mbështet kaq fort që këta të kërcënojnë trupën më të besuar të amerikanëve apo të drejtësisë në këtë vend? Ky është shqetësim. Pra, ku e gjen guximin krimi organizuar? Sipas mendimit tim e gjen te politika. Sepse në fund fare krimi organizuar është majoneta dhe vegla e politikës për të bërë vota dhe këta të marrin, të kenë simburoj politikën në 4 vjeçaret që kalojnë. Pra në çdo moment këta kanë simburoj politikën dhe kur politika të bëhet mburoj krimi organizuar kërcënon Altin Dumanin, po kërcënon nesër mund t'i çojnë Trumpit mesazh ata. Sepse ndin vetë të fuqishëm. Pra shqetësimi i gjithë shqiptarëve në këtë moment është dhe ajo që duhet zbulojmë ne është që politika duhet të mbajë një lloj raporti të distancuar komplet nga përdorimi i krimit të organizuar në zgjedhje, por edhe nga garancia që mund t'i japin eksponentë politikës se këta njerëz kërcënojnë këtë. Mos e çani pika sepse na keni neve. Bëni vota për ne se Dumanin e kemi ne. Dumani është i joni. Sepse në momentin që e intimidon dhe e kërcënon Sali Berisha, e kërcënon dhe Rama, e kërcënon dhe Ilir Meta, Altin Dumani bëhet i prekshëm media. Ore, di çfarë bëjmë ne? Ne në media pa dashje, me dashje na njëherë biem dhe ne viktim, ka edhe unë vetë viktim. Neve për shembull Altin Dumanin i themi në fjalë të tepruar sepse nuk flet ai. Edhe ne ndjehemi të fuqishëm, pse nuk e pron ky, pse nuk bën ky. Jo vetëm unë si individ, po gjithë media i sulet. Dhe çfarë bën krimi? Ne gabojmë në këtë rast. Nëse duam, ore dakord jam se unë pse e bëj, sepse pres drejtësi që ky institucion drejt të haj të veproj. Por ata kanë macet e tyre se, më thënë, na herë bëhemi pro, na herë dalim kundër, na herë nga padurimi. Por në fund fare ne do të jemi solidarizues me ata. Me këtë rast që i ndodh, pra unë mas në aspektin njerëzor dhe profesional i punës që bëjnë ata për ditë. Neve lajme bëjmë, marrim 100 telefonata apo lajme.
kurse ai ka dosje, ka fate, ka miliona. Zotri tha, sekuestruam 10 milion euro kripto. Pra, të gjithë investimin të dikush një person i botës sa erët, që ka rrezikuar jetën e tij, nuk ta fal kur ti merr 10 milion euro, ai ka gjithë pasurinë e more. Dikujt tjetër i mishkatrove të ardhmen, dikujt tjetër e futen burg. Po kupton që është diferencë e madhe. 3 zyrtar, 16 nuk po futen për këta, më këta hajdutët e politikës apo hajdutët e institucioneve, jo më këta janë, më thënë, i pastrona. Unë po flas për ata të cilët nuk kanë çfarë humbasin, bota e errët, bota që ka mbështetjen e politikës. Pra Altin Dumani bëhet nga neve i atakueshëm, pra politika e sulmojmë dhe në media, dhe duket si një gjë pa vlerë, thotë krimi, ama varja, nëse Altin Dumani, kupton? Ndërkohë që nuk është kaq e thjeshtë, është prokurori më i rëndësishëm, i cili pret shoqëria që të bëjë drejtësi. Në një farë mënyre, ne, media, po të gjithë, duhet të bëhemi solidarë deri në këtë pikë, që familjarët e tij apo ai vetë në jetën e përditshme mos deti rrezikuar. Hajde t'ia gjykojmë produktivitetin e punës, patjetër, edhe pse nuk jemi ne ekspert, po hajde të merremi me atë. Po jo të arrijmë në këtë pikë që të kërcënohet dhe të merret, më thon, jeta e tij sikur është një njerëz çfarëdoshëm, për mua është gabim fatal i komplet të gjithë njerëzve të cilët kanë hapësirë publike dhe mediatike për të dhënë një mendim lidhur me aktivitetin e SPAK-ut. Dy gjëra, më fal, dy gjëra. Se di që pastaj rrezi do. Jo, po do dalim te diçka tjetër, prandaj. Jo, dy gjëra, vetëm dy gjëra të rëndësishme. E para një herë për sa i përket kësaj pjesës, domethënë që prokurorët intimidohen nga, le të themi, politika e krimit, po e quajun. Domethënë krimi i veshur me politikë. Po, okay. Kurse unë them kështu, që po kjo është super e vërtetë. E dim prej kohësh. Uronin të mos, do të thënë që të paktën në këto zgjedhje të mos ndodhte, edhe të mos ndodh kurrë. Problemi që ndron këtu, që prokurorët, për mendimin tim, duhet të bëhen burra me rrë të madhe fare. Sepse për detyrën që ata kanë zgjedhur dhe për veshjen që ata kanë me ligj, po të them një herë tjetër, ata kanë mundësinë, domethënë cilin do ta çojnë menjëherë në burg. Tani imagjino pak. Nëse unë do bëja një intimidim apo një kërcënim, telefonat apo një mesazh një prokurori. Mendon ti që mua do gdhiesha unë ditën tjetër në komisariat minimalisht? Të siguroj 1,000,000% që po. Fakti që thua këta nuk e... Po pra, ky është problemi im. Nëse do ta bënte ona. Kjo do tregonte frikë. Do ma humësh fillin. Tani çan ndodh te ky prokurori këtu? Nëse ti ke menduar domethënë që ke gjetur një trup prokurorësh vërtet të mirë dhe të pakorruptueshëm dhe disa prej tyre aty janë vërtet të tillëret, problemi neve e kemi tek ligji për prokurorinë, sepse ne i kemi dhënë atyre një mandat të kufizuar. Te mandati do të diljem. Ashtu. Pse tani? Sepse ai njeriu për të shkuar aty tek ajo që tha Almeri. Ai njeriu pastaj nuk e bën dot punën e tij i qetë. Përse? Sepse ai di shumë mirë që në 19 dhjetor të 2025-s të këtij viti nuk është më kryetar i SPAK-ut. Do t'i jap argumentin edhe të Berishës për këtë që thua. Do të shikojmë regjia, inserti numër 3 dhe inserti numër 4. Nën prokuror një herësh ikin. Edhe si do mbushet boshllëku i 9 prokurorëve një herësh. Dhe për më tepër ka edhe ca kritere të veçanta që duhet të kesh mbi 10 vjet. Sa prokuror kemi ne në Republikën e Shqipërisë që kanë mbi 10 vjet eksperiencë etj. Patjetër, ky është mendimi im, nuk jam për një mundësim për një emërim automatik apo vazhdim mandati automatik, por paktën të jepet mundësia që të rikandidojë edhe për një afat tjetër 9 vjeçar, se pastaj është çështja e zgjedhjeve. Unë në përfundim 9 vjetëve jam i lodhur dhe nuk dua të vazhdoj më. Prokuror në provojën e posaçme, më mjafton 9 vjet, kam dhënë ato që kam dhënë, nuk dua të vazhdoj më. Po ka prokuror të tjerë që mund të duan të vazhdojnë të japin kontributin pikërisht në një institucion ku kaluan 9 vjet të punës së tyre. Ai dëgjon tani, ai dëgjon edhe sot. Halli mandatit. O zotrin, nëse ke kryer detyrën ti, prit një minutë. Nëse ke kryer detyrën në zbatim të ligjit, ti s'mund të kesh frikë nga puna jote. Ku t'ja thotë atë? Ja ku i ke kolegët e tu, që kanë dhënë dënime me jetë. Jo një po disa. Dhe i morën zort një nga sistemi.
i nxorë nga sistemi sepse dënuar kryebanditët e qeverisë edhe Partisë Socialiste. Çfarë është kjo të ndrojmë në kushtetutën për pse ka frikë nga puneti? Jo, mos të ndrojmë kushtetuta. Ta them unë ty jam ta apo jo. Kur? Po, kushtetuta do ndryshoj, do t'i hiqet e drejta në mënyrë të prerë që prokurori të kontrollojë gjykatësin e dosjes. Kjo s'ndodh në botë. Dhe ai ndryshim është urgjent. Por tjetër, për të zgjata fatin, për të dhënë këtë atë, jo, ta harrojë. Ta harroj se ndryshon kushtetuta për të jam ta apo jo. Nuk ndodh ajo. Çfarë psuan? Na thuj pak. Ku i ke dënimet ti? Të tregoj, prokuroria e krimeve të rënda ka jo një, po 10 dënime për jetë. 10. Kriminal nga më të rrezikshëm, vras serial. Ku i ke ti? S'ke asnjë. Gjerë sot se bon pazare. Dhe tani na kështë shukë i obseduar në çdo takim kërkon ma ndryshoni kushtetutën për karrigën time. Jo, mos zotrin, ndryshoj kushtetutën për karrigën tënde. Ti tregon se s'ke prokurim tjetër vetëm frikë nga puna që ke bërë. Pse ke frikë nga puna që ke bërë ti? Ke qenë prokuror s'kap, do shkosh prokuror prap diku tjetër, s'ka, nëse ke punuar, nëse ke punuar do përgjigjesh. Nuk shkon kjo kështu. Apo e kam gabim? 1 e 2, ndryshoni kushtetutën thotë. Rezart, si domethënë kërkesën e Dumanit për zgjedhjen e mandatit dhe argumentin që jep Berisha që thotë ne nuk e ndryshojmë kushtetutën për karrigën tënde. Po absolutisht Berisha mund ta ndryshojë kushtetutën vetëm për karrigën e vet. Po të kthehesh mbrapa në kohë 2008 e ndryshoi vetëm për karrigën e vet kushtetutën. Për Dumanin nuk mund ta ndryshojë kushtetutën. Nuk është Dumani në nivelin për cilin ndryshohet kushtetuta. Çështja është e thjeshtë. Ka një kërkesë të kahershme të prokurorisë posaçme të artikuluar nga zoti Dumani, të artikuluar edhe nga partnerët ndërkombëtar, zoti Kasarov herën e fundit që ishte nëntore, artikuloi drejt për drejt si kërkesë. Kërkesën për rishikimin e mundësisë për të rikandiduar për një mandat të dytë, jo për zgjatjen e mandatit. Dhe bëhet fjalë për mandatin 9 vjeçar si prokuror i Spakut. Okay? Dhe ka dy arsye shumë objektive për ta kërkuar këtë gjë. E para punës sepse një prokuror që është me një mandat 9 vjeçar, duke patur parasysh mënyrën se si bëhet hetimi i dosjeve dhe sa zgjat koha për hetimin e dosjeve, mund t'i duhet që në 2 apo 3 vitet e fundit të heq dorë nga hetime komplekse dhe demotivohet, flasin tash edhe nga ana njerëzore. Dhe dyta është që çështje cilësore. Ne kemi prokuroria e posaçme Spaku, sot që flasim, ka arritur një nivel hetimor që është më i lartë se gjitha nivelet që ne kemi prokurorit e rrethit. Themi atë që është e vërteta. Më thonë është arrit një lloj cilësie hetimesh që ne nuk e ndeshim për kërkund përveç në Spak. Dhe kjo është një arsye më shumë për të ruajtur një trend ose një arritje profesionale të kësaj trupe prokurorësh për ta çuar në vijimsi. Ajo që është pyetje reale që ne duhet të ngrejmë është nëse do të kemi ne nevojë për një mandat tjetër të Spakut. Pse? Spaku është një prokurori e posaçme, dhe si prokurori e posaçme është një prokurori që ka funksione të caktuara, që do të thotë nëse ne si shoqëri do të vazhdojmë të prodhojmë krim të organizuar dhe korrupsion nivelet të tilla për të cilat do të kemi nevojë për një prokurori të posaçme. Dhe kjo është detyra që sot i lind Spakut, dhe Spaku sot që flasim ka një afat 3 vjeçar që përfundon në vitin 2028, që është afati në cilin duhet të thotë nëse arrin të çojë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivelet të tilla që ne mos kemi më nevojë për Spakun. Jo, nuk ka afat ajo. Po kanë afat prokurorët apo Spaku? Mandati në nënçari i Spakut mund të interpretohet dhe si mandat si ke vetëm një gjë aty. Domethënë, është e vërtetë ajo që 9 prokurorët e parë që janë emëruar, dekretuar në vitin 2019, në 19 dhjetor 2019, u mbaron afati i tyre, mandati i tyre në 18 dhjetor 2028. Por janë edhe 11 prokurorë të tjerë në mënyrë afate të ndryshme. Pra, ajo ka vijshmëri. Problemi që ndron që jam dakord me ty unë, duke qenë një institucion special, se ajo është institucion special, i futur nuk po them me ngutje, po as me një dëshirë të madhe brenda kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Se ndryshe çka është nonsens ligjor. Fiks, sepse ti nuk mundesh ta futësh një institucion brenda kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, sepse ti ke ligj normativ, po ne na është dashur ta bëjmë për t'i dhënë fuqi juridike. Tani, unë jam dakord me ty që kjo do të ketë një lloj fundi, se çdo gjykatë speciale, çdo institucion special ka një lloj fundi. Problemi që ndron këtu, ne nuk ja dim fundin këtë historie. Ky
Kjo është pikpyetja e madhe. Sepse tranzicioni jon mund të mos mbarojë as 2030-ën dhe as 2040-ën. Çfarë do thotë kjo avokat, nuk ja din fundin. Po sa din fundin ti, sepse ti të thashë herën e kaluar të mora për analogji diçka domethënë krejt normale. Unë po t'isha drejtuesi i SPAK-ut, realisht sot nuk do merresha me procedurat për XYZ bashkia apo institucion. Por më pari do merresha vetëm me deklaratat e pasurive të gjithë zyrtarëve që kanë qenë në Republikën e Shqipërisë. Mua më mjafton kjo, sepse thash edhe një herë tjetër, ka një Google shumë të madhe këtu që thonë si nuk e çuan Erion Velien për inceneratorin. Është idiotizëm, ore. Erion Velia sot është në burg për një gjë shumë më të madhe se